Kandidatja e Partisë Demokratike për deputete pjesë e listës së mbyllur, Ina Zhupa, u ndal në një takim me banorët e Ksamilit. Sipas Zhupës, me banorët e Ksamilit, ku bizneset të lëzojnë infrastruktura përmirësohet në funksion të banorëve të turizmit, por problemet janë të krijuara nga qeveria dhe që duhet të marrin fund më 11 maj, thot ndër të tjera kandidatja Zhupa. Ajo u prezantoi banorëve të Ksamilit programin për ndryshimin e Partisë Demokratike në shërbim të një bashkie të re të Ksamilit turistik dhe të zhvilluar, që garanton një të ardhme më të mirë për banorët e zonës. Pjesë e programit të Partisë Demokratike në Ksamil, sipas deputetes dhe kandidates Zhupa, janë disa, mes tyre, Partia Demokratike premton të ulë numrin e shkallëve të ndryshme tatimore, do të vendos taksën e shesh 10% mbi kapitalin, zero taksim për profesionet e lira dhe biznesin e vogël, tavani vjetor për përfitim zero, për biznesin e vogël 18 milion euro, 500 euro në ditë, taksat lokale nuk do të kalojnë 1% të xhiros vjetore, energjia elektrike për bizneset nga 18 në 24 lek, që është sot do të ulet në 6 lek, taksat e shitjes së pronës do të ulen në 15% në 2%, në shërbim të një Ksamili turistik dhe të zhvilluar, që të garantoj një të ardhme më të mirë për banorët. Ndërkaq, kandidatja për deputete e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, bisedoi edhe me drejtuesin e departamentit Brain Gain, Andi Mustafaraj, ku ndau vizionin e saj për Sarandën dhe qarkun e Vlorës. Niveli i demokratizimit në Shqipëri si pasurohet në lidhje me nivelin e vlerave, pra vlerat që kanë shqiptarët në nivelin e demokracisë. Ka një ndarje midis vlerave që quhen vlerat të mbijetesës dhe vlerat të vetafirmimit. Një shoqëri që ka vlerat të mbijetesës, pra që dominojnë më shumë nevoja ekonomike, pra është një shoqëri e varfër, ku jep më shumë prioritet rrogës, sigurisë fizike, sigurisë financiare, sesa idesë për të ndjerë mirë, për të vetafirmuar, për të pasur një rol më të madh publik, për të marrë pjesë në çështjet shoqërore, janë shoqëri që nuk përjetojnë demokraci efektive, por kanë atë që quhet një demokraci hibride, një demokraci e miksuar me elemente të autoritarizmit. Dhe kjo fatkeqësisht më ka dalë edhe për Shqipërinë. Dhe sugjerimi apo puna që duhet bërë në shoqërinë shqiptare lidhet me sistemin e vlerave, që lidhet me edukimin. Pika e fortë që një shoqëri të demokratizohet fillon që me edukimin në kopshte, që me edukimin në sistemin parauniversitar, që më pas ne të kemi njerëz që kërkojnë demokraci, që punojnë për demokracinë dhe që ndihen si qytetarë të barabartë që zëri i tyre vlen.